Vjen vendimi, siç që thash dhe në videon e djeshme, Luciano Spalletti largohet kështu nga kombëtarja italiane. Pas disfatës 3-0 ndaj Norvegjisë, federata ka vendosur trajneri i azzurrëve nuk do të vazhdojë më. Në konferencën për shtyp vetëm para pak minutash vetë Spalletti tha pas ndeshjes me Moldavin nuk do të jem më trajner. Vendimi nuk është imi. Tensioni i lartë, rezultate të dobta dhe presioni mediatik. Federata italiane e futbollit nuk ka duruar më. Presidenti i Federatës Gabriele Gravina i bëri ilozhe Spalletti duke thënë ai është një person me karakter të fortë, i përkushtuar dhe me shpirt të madh. Megjithatë futbolli kërkon rezultate. Gravina theksoi se vendimi nuk ishte personal ndaj Spallettit, por i diktuar nga nevoja për të rifilluar me një tjetër drejtim. Spalletti do të udhëheqë për herë të fundit skuadrën italiane ditën e nesme ndaj Moldavisë, pas kësaj mbyllet kapitulli. Dhe tani në garë për të zëvendësuar janë dy emra: Stefano Pioli nga një anë, ish trajneri i Milanit, dhe Claudio Ranieri, legjenda e stolit italian. Italia po rrezikon seriozisht botrorin 2026 dhe kjo mund të jetë lëvizja e fundit për të shpëtuar gjithçka. A ishte ky vendimi i drejtë nga ana e Federatës Italiane? Kush duhet të marrë stolin në Itali tani? Shkruaj mendimin në koment dhe shpërndaj këtë video me një mik që ndjek azzurret, me një fans të Italisë. Leni komentin tuaj, shpërndani sa më shumë videon dhe ajo që është më kryesorja, të bëjmë follow faqen. Duhet arrijmë 1000 persona brenda muajit që shoh dhe duhet ndihma juaj. Sa më shumë follow, kur shikon videon, duke qenë që gati 500 persona në ditë shikojnë profilin, ju këshilloj të paktën të bëshit një follow.